Muzeu Historik i Shkodrës vijon të jetë një nga institucionet kryesore kulturore të qytetit me një rol të rëndësishëm në ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë historike. Përmes ekspozitave dhe aktiviteteve të ndryshme kulturore, muzeu synon të mbetet aktiv dhe i hapur ndaj publikut gjatë gjithë vitit. Muzeu tashmë ka hartuar kalendarin e aktiviteteve për vitin 2026. Aktivitetet do jenë shumë të larmishme, duke përfshirë pjesën e promovimit, të historisë, kulturës, traditave, të edukimit, të qasjeve të reja, për muajin e letërsisë. Zonja Laçaj foli edhe për risit dhe format e reja të aktiviteteve që planifikon muzeu. Muzeu ka një fizionomi të qartë tashmë të aktiviteteve, të cilat nuk është se nuk do guxojmë të dalim përtek kësaj fizionomie, por unë kam dëshirë që surprizat i lëm në vazhdimsi gjatë 2026-s. Aktivitetet kryesore priten të realizojnë gjatë këtij viti dhe që synojnë të tërheqin vizitor vendas dhe të huaj. Datat kryesore janë data që janë të rëndësishme edhe në kalendarin e përgjithshëm, duke filluar te dita ndërkombëtare e trashëgimisë, ditë kombëtare e trashëgimisë, ditë kombëtare ndërkombëtare muzeve, por unë mendoj që do fillojmë që nga muaji i shkurt me një fazë përgatitore, që e kemi në bashkëpunim me një institucion tjetër. Tashmë presim një përgjigje finale për fillimin e aktivitetit, që do jetë, mendojmë të jetë një workshop me nxënësit, por edhe këtë ta lëm surprizë. Me një kalendar të pasur aktivitetesh dhe ide të reja në fokus, Muzeu Historik i Shkodrës synon që edhe gjatë vitit 2026 të mbetet një pikë e rëndësishme reference për kulturën, historinë dhe edukimin e publikut.